A ka shkel, profesor, a mendon që e ka shkel presidenti e Republikës Kosovës kushtetutën me që i dha mandatorin Glau Konjucit pa i pas numrat? Jo. Pse? Shikoni, du me ja spjegu këtu, na jem... Shumë mirë, s'to po kam që me spjegu me diçka. Du me ja spjegu shumë bukur këtë. Po. Kushtetutën e shkelin, mund të shkelin autoritetet e larta të shtetit, ato shkelje quhen shkelje serioze. E një për shkeljeve serioze mund tjetë tradhti ndaj kombit, ndaj adheut. Nuk janë të shkelje kushtetute, këto janë shkelje të rregullore, si një akt normativ në ligjor. Asë një shkelje kushtetutit gjatë tyre procedimeve në parlament s'ka ndodhë. Nuk o shkelje kushtetutit, nuk mundet... As Fatmi Sidiu si ka shkelje asë njerë? Jo, dhe më thonë, a i ka qenë kundërshtim me parimin e presidentit si autoritet i shtetit, se dhe më thonë kushtetuta thotë a i cili do të bëhet presidenti nuk mund tjetë edhe kryetari i partisë. Absolutisht. Edhe do të thotë, ne e kemi se... A i ka shkel kushtetutën a rregullurën? Jo, ka shkel kushtetutën, e ka shkel për atë arsye se unë e kom pas profesor, atë edhe kemi bisedu me ta, por ishte që është problemi politik, theshëm, na bjen një kërkes që si e kryetari i partisë, mos mirë, por për ndryshe na nuk i kemi rëzu, a i ka të dorëheqje, dhe më thonë se masa ndëshkuese kushtetuese janë veç tri, dhe më thonë është dorëheqja, është revokimi edhe shkarkimi. E shkarkimin e bën veç parlamenti, nuk mund të bënë gjykata kushtetuese. Absolutisht. Me presidentit, President nuk e ka shkel kushtetutën me këtë rast. Dhe më thonë se ka shkel, ajo është dash me konsumu, dhe më thonë në 96.4 e ka për detyrë të aprovon edhe me dytin. Aty shkruan se partia e parë, cila ka më së shumti deputet, ka obligim që ta propozoj mandatorin, dhe e duhet me mandatu. Nëse nuk i merë votat mbrana 15 dite, atëhere ka për obligim kushtetues presidentet ta mandaton dytin. Dhe më thonë, nuk ka të drejt, njëti mandatar mu mandatu 2 herë. E qka nëse i dyti nuk i ka votat? Nëse ka votat, atëhere shkojmë në zgjedhje. Nuk jep mandatin dytit, dhe më thonë fitusit dytë zgjedhje. Jo, dhe që në këtë rast është për dekreja. Shikoni, këtu dhe të thotë është dashtë se është quhet ai diskrecioni i presidentës. Në diskrecionin e saj, po. Nëse i ka 2 ose 3 mandatarë, për shkak nëse kishu PDK-a një, Aleanca një, LDK-a një, vetëvendosja një, ishin bën disa edhe atëherë diskrecioni. Diskrecioni është një vullnet i brendshëm i presidentit duke u bazuar në ligj. Të cilën ai parashes se cili mundet mi bën parafërsisht mundet mi bën gjatë një vota. Kështu që pasi s'ka pas kandidat tjerë, atëherë vetëm këtë e ka nominu edhe ka detyrë kushtetuese me konsumu këtë pjesë të nerit të kushtetutës dhe pastaj duhet të provon. Nëse jo, atëherë shpërndahet parlamentit dhe shkojmë zgjedhje. Apo shkojmë zgjedhje, profesor? Edhe zgjedhjet janë... E ke përmend datën 14 dhjetor ti? Edhe këto zgjedhjet janë një zgjedhje, vetëm kështu që ka shku deri me tash është, domethënë, gabim. A kina ide ti, profesor, se nashta dikush prej politikës e sheket emisionin të unë edhe pse ju e merë si model. A kina ide si me dalë prej këtij ngërshi politik se na duhet për miratën buxhetit? Tash kemi tash afate kushtetuese për qeveri. Për parlament s'kemi pas afate kushtetuese dhe për atë arsye kemi pas këto konfrontime kushtetuese ta quaj, por ka dominuar mendimi im, sepse mendimi im ka qenë se mos të lejojmë serbët që të kenë veto. Veto në kupton që një serb, mas me qenë në kryetar, nuk mund të funksionon në parlamenti. Është absurd. Dhe këte kemi rregulluar në bazë të gjykatës kushtetuese dhe sot e kësaj dite mu nuk kem problem. Edhe masar serbi mund të vazhdojë të funksionon në parlamenti. Tashti, domethënë, kemi afate kushtetuese. Kjo afat kushtetuese është edhe 15 ditë, domethënë ka pas 15 ditë ky kandidati i dytë, Glauku, ai duhet të aprovojë në parlament. Nëse jo, atëherë duhet mbledh kryetarja presidenti i shtetit, duhet të mbledh partitë politike dhe të saktojnë datën e zgjedhjeve. E miratimi i buxhetit, a mund bëhet nga një qeveri që është në detyrë? Nuk mund të bëhet me miratimi i buxhetit pa u konstituuar parlamenti, do të thonë pa u konstituuar qeveria. Aja ka mundësi me te kalu këtë citat, por sa për shohën nuk kanë... Si te kalu këtë citat, bro? Se e thonë marrë një zgjidhje shumë... Kjo situatë te kalohet me mbledh parlamenti, i cili është funksional, me i zgjedh grupet parlamentare, ka të drejtë, me i zgjedh komisionet e përhershme që unë, mesin e tyre është komisioni për buxhet dhe financa, dhe pastaj edhe me kalu edhe, mundet me kalu edhe buxheti, me miratua buxheti,
dhe më thonë, duhet përmes Komisionit për Buxhet dhe Financa. Unë nuk është fort e rregullt kjo, por reflektimi, dhe më thonë, efekt